Shëndret. Jam njeri prej atyve njerëzve që faktikisht njëna që jam detajist. Detajist i madh në çdo aspekt. Në çdo aspekt, domethënë, edhe qoftë punës, po lidhna tek ajo, tek detajet edhe tek sendet që nuk mikin, domethënë edhe koha. Unë jam detajist, po në fakt e përmende punën e kohës, edhe masandej dole te detajet. Punën e kohës nuk ka këtë jetë, çka nuk bëhet nëse e dan. Nëse nuk e don ti ke me gjetë arsye gjithmonë. Nuk muj me bo këta, nuk muj me bo këta, lodhna për këta, lodhna për ata, lodhna për këta, lodhna jo kjo. Kështu që, po e desh të një send, mundesh me mbri edhe mundesh me arrit. Mundesh së cilin send me thonë mi a bo vendin e vetë. Tash ti ku po është. Shpesh herë po ikim prej, po dal pak për temës televizioneve, emisioneve, shpesh herë për ikim asajna që nuk po kena ko për më shku të hala, nuk po kena ko më shku të tezja, nuk po kena shku të familjar, nuk po muj me mbledh. Po deshe e ki mundësi. Po nuk deshe nuk e ki mundësi. Po deshe i mbledhe, po deshe u mbledhesh me ta, po deshe rinë me ta. Po nuk deshe, dhe më thonë, shumë e letë sot mu largu. Po, në fakt, është dinamika jetës e sendeve, për shkak që është bo pak ma dinamik, edhe më varet kejtë qysh e menagjon ditën e qysh e menagjon kohën. Shqyqyr prej Zotit, nuk janë gjitha zbashku krejt komplet për një moment caktun për një kohë. Saj përket industrisë modës, koleksione e sendet puna punohet prej tashit. Ja njës prej shtatorit, dhe më thonë deri, në anën tjetër deri në qëshorin tjetër që vjen, edhe ti punon edhe i kryn krejt